Këtu është horoskopi i premte 9 janar 2026 për ju. Mirëgjetur nga horoskopi i Fationit. Dashi. Mos pranoni provokime, sot keni një situatë të bukur, gjithashtu të dobishme për projektet tuaja personale. Dashuria është zgjuar, një ditë interesante dhe e dobishme për takime të reja. Demi. Përkundrazi një ditë e mire, nuk duhet të harrojmë se mbetet një nga shenjat më të hapura për të ndryshuar, gjithçka po ndryshon rreth jush. Sot do të gjeni një qetësi të mirë. Vlerësoni mirë forcën tuaj. Në vendin e punës është më mirë të ndërmjetësoni se sa të sulmoni. Binjaket. Tani është e mundur të pajtohesh me një person që ishte kundër teje pak kohë më parë. Nëse keni një biznes të pavarur fitoni më shumë, por mbi të gjitha mund të fitoni një sfidë me fatin. Mos harroni dashurinë që befas mund të bëhet sërish protagoniste. Gaforja. Kompanitë e biznesit dhe bizneset e reja do të rishikohen. Kurse dhe vendpushime të çuditshme historike, tani emocionet llogariten në jetën tuaj. Luani. Shpenzimet për një modernizim, për një zyrë apo shtëpi, tashmë që nga muaji i kaluar dëshira juaj për liri është e tepërt dhe mund të përplaset me nevojat e atyre që janë përreth jush. Virgjeresha. Jepni hapësirë emocioneve më të bukura, ka perspektiva të shkëlqyera. Në dashuri mund të ketë njëri mëkëmbje nëse nuk keni bërë tashmë një zgjedhje të rëndësishme her pas here keni mendime të dyta. Peshorja. Situata më e lehtë për t'u përballuar, ata që prisnin një lajm pune, një rimbursim, një telefonat, nëse nuk kanë pasur diçka, do të kenë diçka së shpejti. Akrepi. Ju duhet të provoni se çfarë vleni në punë, filloni mirë. Një pasion është sërish protagonist në këto ditë. Rimëkëmbja psikofizike. Shigjetari. Ditë shumë interesante, frymëzime të veçanta. Nga sot dhe nesër, kontaktoni personin që ju pëlqen, një mundësi për sukses. Britsjapi. Foto e dobishme për ju, gjatë gjithë ditës. Për punë bëni propozime, gjithashtu i mirë për çështje të përmirësimit të shtëpisë. Ujori. Mos filloni diskutime me ata që ju njohin pak, rrezikoni të bëni disa gabime. Studimi dhe puna nuk janë të bllokuara, por çdo ditë ka shumë përpjekje, padyshim që ju duhet të luftoni për të ruajtur pozicionin tuaj. Peshqit. Në këtë periudhë do të jeni në gjendje të gjeni një energji të mirë personale në funksion të sukseseve që do të arrijnë në muajt e ardhshëm. Po me Demin, Virgjeresha ju intrigon. Abonohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Ditën e mirë.